Shoqata Koja ju fton një mbrëmje të paharrueshme në darkën tradicionale të Kojës me 20 dhjetor duke filluar nga ora 7 e mbrëmjes në sallën e kishës së Shën Palit. Darka është falas që dëshmon bashkim, traditë dhe krenari. Janë të mirëpritur të gjithë kojasit, bijat, nipat, mbesat dhe gjithë dashamirësit e Kojës. Me gëzim, presim brezat e rinj, që tradita të vazhdojë dhe të ruhet ndër ta. Atmosfera do të ndizet nga Aleksandër Gjelaj, një ndër zërat më të dashur të muzikës shqiptare dhe mjeshtër interpretimit të muzikës live. Mbrëmja do të përfshijë çmime, vlerësime për studentët Kojas dhe dhurata të veçanta për fëmijët. Shoqata Koja, si në diasporë, ashtu dhe në vendlindje, është urë lidhëse mes kojasve. Ajo ka mbështetur familjet në nevojë, duke realizuar projekte që i kanë dhënë gjallëri dhe duke kthyer Kojën në një muze të gjallë. Për më shumë informacion, kontaktoni Marian Ulaj në telefon 586 747 0482 dhe Martin Marashaj në 586 339 0063. Ju mirëpresim me gjithë zemër. Me respekt, Shoqata Koja, kryetari Noa Gorvokaj.